Ju përshëndes të gjithëve, mirë se erdhët në News Hour. Unë jam Habi Hoxha, ne do t'jemi së bashku në vijim. Qeveria do të mbështesë me bonus këtë fundvit edhe personat me aftësi ndryshe apo familjet me ndihmë ekonomike. Bonusi për ta do të jetë 15.000 lekë të reja. Nga fondi 2.2 miliard lekë do të përfitojnë rreth 149.000 personat këtyre kategorive. Parat janë siguruar nga një tjetër rishikim i buxhetit të këtij viti, pas të cilit edhe 150 milion euro të tjera i kalojnë skemës së pensioneve. Mbi 148.000 persona ku përfshihen ata me ndihmë ekonomike me aftësi të kufizuar dhe kujdestarët e tyre do të marrin një bonus prej 150 eurosh për fund vit. Qeveria ka rishikuar për të katërtën herë buxhetin 2025, në kuadër të cilit janë alokuar 2.2 miliard lekë për mbështetjen. Nga çështjet kryesore që miratuam nëpërmjet këtij akti normativ janë mbështetja financiare për familjet të cilat përfitojnë ndihmë ekonomike, si dhe për personat me aftësi të kufizuar apo kujdestarët e tyre. Masa e mbështetjes financiare në formën e bonusit të fundvitit do të jetë 15.000 lekë apo rreth 150 euro. Në total, nga kjo nisëm, do të përfitojnë rreth 148.500 qytetarë me një fond total prej rreth 2.2 miliard lekësh. Një fond prej 150 milion eurosh është kaluar edhe në fondin e veçantë për skemën e pensioneve. Që për të gjitha ato fonde të cilat nuk do të shpenzohen nga ministrit apo nga institucionet buxhetore, do të kalojnë në fondin e veçantë të pensioneve pranë Bankës së Shqipërisë. Nga një vlerësim paraprak që ka bërë Ministria e Financave, vlerësohet se shuma e cila minimalisht do të kalojnë në këto llogari do të jetë në masën 150 milion euro. Kjo shumë do të përdoret për reformën e pensioneve të cilën kjo qeveri tashmë e ka nisur. Më shumë para janë shtuar edhe për bujqësinë dhe shëndetësinë. Fermerët do të përfitojnë një shumë prej rreth 2 miliard lekë shtesë nëpërmjet skemave mbështetëse. Në total, fondi i alokuar për vitin 2025, ku fermerët kanë përfituar drejt për drejt nëpërmjet këtyre skemave mbështetëse, shkon në masën 6.4 miliard lekë, krahasuar me 5.3 miliard lekë që ishte në vitin 2024. Shëndetësia është një tjetër sektor që do të mbështetet nëpërmjet këtij akti normativ, ku do të përfitojë 18 milion euro shtesë mbështetje për ilaçe nëpër spitale. Në buxhetin e rishikuar, 1.2 miliard lekë shtesë janë parashikuar edhe për pushtetin vendor për të shlyer borxhet e prapambetura. Pasi Shqipëria ka hapur negociatat me Bashkimin Evropian për kapitullin e bujqësisë, kryeministri Rama thotë se fermerët duhet përgatiten për sfidat e tregut evropian. Produktet bujqësore shqiptare sot eksportohen në 80 vendet botës. Një treguesi do të rritet pas anëtarësimit vendit në Bashkimin Evropian. Qeveria premton shtimin e subvencioneve për bujqësinë, ndërsa në 10 vitet e fundit mbështetja për fermerët me fond është rritur mbi 13 herë. Një ndër kapitujt më të vështirë të integrimit, bujqësia, mund të sjellë përfitime të mëdha për fermerët e përgatitur, por mund të jetë një sfidë e pamundur për ata që nuk janë gati. Kryeministri Edi Rama kërkoi bashkëpunimin e prodhuesve për përmbushjen e detyrave, të cilat thotë se nuk janë vetëm në parim, por që duhet të zbatohen. Pjesa e kontratës që lidhet me bujqësinë është më e vështira, siç ka treguar në eksperjenca e vendeve tjera, ashtu si kundër është dhe më e mirëpritura për ata që janë të përgatitur për të përballur me kushtet, për të përballur me standardet, për të përballur me kontrollet që burojnë nga cilësia shumë e lartë e sigurisë dhe e produkteve kur vjen puna për të qenë lojtar në tregun e Bashkuar Evropian. Duke u ndalur tek transformimi i sektorit gjatë dekadës së fundit, Rama tha se numri i fermerëve që kanë përfituar mbështetje është rritur nga 5.000 në 67.000, hapi i radhës është rritja e subvencioneve. Sot produktet tona shkojnë në 80 vendet botës dhe eksportet kanë kaluar gjysmë miliard euro. E në ndërkohë deficiti nga 1,9 është ulur në 1,3 dhe përpjekja jonë do të jetë që të shkojmë drejt 1,2. Me rritjen e mbështetjes drejt për drejt,
që duam ta çojmë deri në 100 milion euro. Për askënd nuk do të jetë çështje lekësh. Për askënd nuk do të jetë çështje fondesh. Për gjithkënd do të jetë çështje e projektit të duhur dhe e garancive të duhura të dijes për zbatimin e projektit. Në përmbushje të këtij angazhimi, qeveria ka ngritur portalin Euroagro Albania, i cili do të shërbejë si udhërfyes për fermerët dhe operatorët e sektorit në çdo hap të procesit të negociatave dhe rrugës drejt antarësimit në Bashkimin Evropian. Ne do të bëjmë sistemin e integruar të administrimit dhe të kontrollit. Do të finalizojmë regjistrat kombëtar të fermave, të parcelave dhe të kafshëve. Do të ndërtojmë deri në fund laboratorët e akredituar nga Bashkimi Evropian. Ndërsa një këshill e pati dhe për prodhuesit që synojnë tregun evropian. Mos lini ditë të kaloj pa investuar tek mendja e kompanisë. Sepse dia është ajo që kur ka munguar, flas për eksperiencën e vendet tjera, ka sjell falimentim të menjëhershëm në momentin e hapjes së dyreve të Bashkimit Evropian. Sot opozita thot se do të nisë një protest së cilës i dihet fillimi, por jo fundi. E thirrur nga Sali Berisha në kulmin e përballjes së SPAK me qeverinë, protesta kërkon të mobilizojë një mbështetje që i duhet më shumë Berishës për të theksuar monopolin e tij në frontin opozitar, përballë një seri e protestash modeste poshtë dritare së kryeministrit. Sot protesta kombëtare, nga skenarët për greva dhe demonstrata, Berisha kaloi në inaugurime para festive. Së pari, do sqaroj, kjo është një proces inaugurale. Në kuptimin e asaj, që ne zbresim në fush, pasi kemi bërë çdo detyrë, pasi kemi faktuar çdo gjë, të betuar që do vazhdojmë luftën tonë djerë përmbysjen e regjimit. Sot është e ënë, duhet të ishte foltore, u zvendsua me protest. Nga ndryshon foltorja nga protesta? Ne filluam këtë me foltorën para kryeministrisë. Jo të paktë ishin ata që e përqeshën atë, gabuar. Ajo kishte një mesazh, se ai shesh do t'jetë shesh i lirisë. Betejë e vërtetë e doktorit janë numrat në opozit. Thot se Tirana po zihen, por në prag Krishtlindjesh të vetmet që zihen janë qendra tregtare, lokalet apo restorantet, jo sheshet e doktorit. I vetmi që ka zgjedhur të festojë në shesh është Adriatik Lapaj, ndaj dhe ftesa e doktorit ishte vetëm për të. Idealet, forca e tyre nuk matet kur me numra. Lapaj ka patur dhe ka dhe do ketë mbështetjen time për sa kohë gjendet në protest. Ftesa ime për Lapajn, për të gjithë partitë opozitare, është të bashkohemi kundër kësaj të keqje të madhe. Dhe një paralajmërim i fundit. Dhe ndalet vetëm në rrëzimin e Dirams ose shuarjen e opozitës. Qeveria s'ka si bie se ka ikur me pushime, rikthehet njësoj në janar, kurse Berisha ka testin e fundit dhe sot do t'rregoj nëse garën e ka me Ramën për vendin e parë apo me Lapajn e vendit tret. Në gjykatën e posaçme u zhvillua sot gjykimi paraprak për dosjen Partizani. Në seancë u dëgjuan parashtrimet e mbrojtjes së ish-kryeministrit Berisha të pandehur për korrupsion. Lidhemi njëherë me kolegen Bleona Prenzej. Bleona, çfarë u bë sot në këtë seancë?
Hapi të përshëndes, seanca gjyqësore lidhur me dosjen Partizani ka zgjatur gati 4 orë, ndërkohë në përfundim të kësaj seance është vendosur shtyrja e seancës për shkak se gjyqtarja e çështjes kishte të planifikuar një gjykim tjetër në gjykatën e posaçme, ndërkohë seanca radhës do të mbahet më 12 janar. Në 4 orë të zhvilluara seancë, në fakt janë bërë parashtrimet e avokatëve të ish kryeministrit Sali Berisha, përkatësisht avokatja Klodiana Gjyzari ka dhënë parashtrimet një pjesë të tyre pasi nuk ka arritur të përfundoj për shkak të shtyrjes së seancës. Mbrojtja ligjore e Berishës argumenton se prokuroria e posaçme nuk ka asnjë provë apo veprim konkret mbi çka ka bërë ish kryeministri Sali Berisha, pra sipas tyre nuk ekziston një fakt penal. Nga ana tjetër, pretendimet të këtij lloji ka patur më herët edhe ish kryeministri Sali Berisha, i cili ka kërkuar pavlefshmëri të akteve dhe provave që janë gjetur nga prokuroria e posaçme, kërkesë në fakt e rrëzuar më herët nga gjykata e posaçme antikorrupsion. Nga ana tjetër, dosja ka kaluar në fakt për gjykim më datën 19 maj dhe vazhdon procesi gjyqësor për këtë dosje. Nga ana tjetër, në seancën e radhës pritet që të përfundojnë parashtrimet mbrojtja ligjore Sali Berishës për të vazhduar më pas me parashtrimet e tyre mbrojtja e dhëndrit të tij Amarbër Maltesi, dhe më pas do të ketë fjalën edhe prokuroria por edhe avokatët mbrojtës lidhur me kërkesat për dëshmitarët që do të marrin pjesë në këtë proces. Leona, një tjetër proces që ka nisur vetëm pak minuta më parë, ai për Ilir Metën dhe ish bashkëshortën e tij kryemadhi. Çfarë pritet ndodh sot? Po, në fakt ka nisur seanca gjyqësore lidhur me dosjen në ngarkim të Ilir Metës, por dhe Monika Kryemadhi. Deri në këto momente pjesë e këtij procesi është Monika Kryemadhi, 2 avokatët e zotit Meta, të cilët më parë në fakt për shkak të kërkesave të gjykatës për pezullimin e afateve të paraburgimit kanë çuar këto pezullime të afatit të paraburgimit për zotin Meta në apelin e GKK-s, të cilat janë lënë sërish në fuqi. Vazhdon seanca gjyqësore. Çështja ndodhet në fakt në një seancë paraprake, ndërkohë nuk është pjesë e kësaj seance gjyqësore Fatime Kryemadhi, e cila është pjesë e dosjes e pandehur, është pjesë e seancës. Nga ana tjetër Ema Çoku, e cila është paraqitur ditën e sotme me avokatën e tij mbrojtjes, ndërkohë pritet të kuptohet më shumë se cilat janë kërkesat e avokatëve mbrojtjes kësaj here të zotit Meta, pasi kujtojmë seancën e fundit gjykata e posaçme vendosi që të jepen 2 fashikuj të dosjes, përkatësisht fashikuj që zoti Meta i ka kërkuar nga qelia për të parë përfshirjen e tij dhe akuzat e prokurorisë së posaçme për këtë të fundit, ndërkohë ka patur më parë dhe një kërkesë nga ana e zotit Meta që të mos qëndrojë në kafazin e të pandehurit dhe do të shikohet se si do të argumentohet nga gjykata kjo ditën e sotme. Lona Prengzaj raportoi drejt për drejt nga SPAK. Klodian Braho mori sot zyrtarisht drejtimin e SPAK nga paraardhësi i tij Altin Dumani. Në një fjalë të shkurtër gjatë transferimit të detyrës, Braho tha se do të respektojë kushtetutën e vendit dhe do të mbrojë pavarësinë e drejtësisë. E posaçme SPAK nga kjo e hënë do të ketë një fytyrë të re në drejtim, Klodian Brahon. Zyrtarisht Altin Dumani mbylli detyrën e tij 3 vjeçare duke i pasuar drejtimin e një prej strukturave më të rëndësishme të sistemit në drejtësi, prokurorit special Klodian Braho, i cili u zgjodh disa ditë më parë duke marrë 7 vota nga Këshilli i Lartë i Prokurorisë. Në largim, Altin Dumani e ka cilësuar drejtimin e SPAK si një nga kapitujt më sfidues të karrierës së tij. Sot mbyllet një kapitull që ka qenë një ndër më sfiduesit e karrierës sime 26 vjeçare si prokuror. Drejtimi i prokurorisë së posaçme ka qenë një privilegj i madh, por edhe një përgjegjësi e jashtëzakonshme. Pas Arben Krajës dhe Altin Dumanit, drejtuesi i tretë i SPAK Klodian Braho, në ceremoninë e marrjes së detyrës, u zotua për respektim të kushtetutës dhe kornizave ligjore. Marrja e detyrës më shumë se një moment simbolik është angazhim për të respektuar kushtetutën dhe ligjin, për të mbrojtur pavarësinë e SPAK-ut dhe për të forcuar më tej besimin e qytetarëve. Misioni i SPAK-ut shkon për te mandateve individuale. Unë besoj se jemi një skuadër dhe të punojmë krah për krah
e për kushtim në përmbushje të zotimit tonë ndaj kushtetutës dhe ndaj qytetarëve shqiptar. Mëtej Braho tha se në fokus do të ketë forcimin e prokurorisë së posaçme. Në ushtrimin e kësaj detyre, fokusi im, siç edhe kam përmendur përpara Këshillit të Prokurorisë, do të mbetet forcimi i funksionimit të brendshëm, respektimi rigoroz i standardeve ligjore dhe garantimi i pavarësisë së prokurorëve të posaçëm në ushtrimin e detyrës. Teksa Klodian Braho do të vazhdojë detyrën e drejtuesit të SPAK deri në vitin 2028, në po të njëjtin vit përfundon edhe mandati 9 vjeçar i prokurorit special Altin Dumani dhe për disa prokurorë të tjerë që u bashkuan kësaj strukture që në krijimin e saj. Ju të ndiqni Radio ABC News në valët 105 FM të përditësoheni me zhvillimet më të fundit në 105 FM. 2 policë u dhunuan në Vlorë pasi ndërhyn për të shuar një konflikt mes një familje dhe disa punonjësve të Inspektoratit Mbrojtjes Territorit. Efektivët e rrugorës që u gjetën rastësisht pranë vendit të ngjarjes u goditën me grushte nga pronarët e një lokali, të cilëve inspektorët e territorit shkuan të heqën një tent të vendosur pa leje. Babai dhe 2 djemtë e tij u vunë në pranga, ndërsa 2 policët u dërguan në spital për mjekim. Këto janë pamjet që tregojnë për plasjen e dhunshme ku përfshin përfaqësues të Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit dhe efektivët e rendit në Vlorë. Aksioni për lirimin e hapësirave publike që vijon në qytetin bregdetar hasi në kundërshtinë e pronarit të një lokali dhe 2 djemve të tij. Ata u përgjigjen thirrjes për heqjen e tendës së lokalit me dhunë, duke goditur drejtorin e Inspektoratit të Mbrojtjes së Territorit e më pas dhe 2 efektivë të qarkullimit rrugor që u gjendën rastësisht pranë ngjarjes. Irfan Dalipa së bashku me 2 djemtë e tij, Drisildin dhe Ilfabi, janë vënë prangat e policisë së Vlorës. Në një njoftim zyrtar, policia thotë se me qëllim për të ndaluar përshkallëzimin e mëtejshëm të përplasjes fizike, njëri prej efektivëve ka qelluar marrëzjarrin në ajër pa shkaktuar dëme. 2 efektivët e dhunuar nga 3 të arrestuarit janë në Spitalin Rajonal të Vlorës, ku po marrin ndihmën e nevojshme mjekësore jashtë rrezikut për jetën. Grupi i hetimit dhe Agjencia e Mbikëqyrjes Policore po vjojnë punën për sqarimin e plotë të rrethanave të incidentit. Janë dorëzuar në polici 2 vëllezërit nga Kuksi të shpallur në kërkim pas plagosjes 2 personave ditën e djeshme. Sipas policisë është arrestuar Ndriçim Iseberi, ndërsa vllai i tij Fatri Iseberi po procedohet në gjendje të lirë. Gjatë konfliktit me një 65 vjeçar tek vendi i quajtur Dëshmorët në Kukës, Ndriçim Iseberi ka goditur atë në kokë me qyt pistolete, ndërsa nga shkreja e armës është plagosur rënd edhe një 36 vjeçar që nuk ishte përfshirë në konflikt. Policia e shtetit do të shtojë masat për të garantuar rendin dhe qetësinë në ditët e festave të fundvitit. Në rrugë dhe sheshe do të shtohet prania uniformave blu me qëllim parandalimin e ngjarjeve kriminale. Në akset rrugore do të rritet monitorimi i qarkullimit rrugor për të parandaluar aksidentet që në këto ditë janë të shumta për shkak të shtimit të fluksit të automjetave. Kontrollet shtuara do të ketë edhe në pikat e kalimit kufitar si edhe në kufirin e gjelbër. Nga mëngjesi 22 dhjetorit deri në 3 janar 2026, policia e shtetit do të kalojë në gatishmëri të plotë për garantimin e rendit në vend gjatë festave të fundvitit. Në fokus të policisë mësohet se do të janë parandalimi i ngjarjeve kriminale, ku pranë bankave dhe institucioneve financiare do të ketë prezencë të shtuar të uniformave blu. Së dyti, policia thotë se për të garantuar rendin dhe për të shmangur krijimin e radhëve të gjata në pikat kufitare, do të ketë shtim të sporteleve dhe burimeve njerëzore. Në kufime Maqedoninë e Veriut, Greqinë, Kosovën dhe Malin e Zi, do të krijohen grupe të posaçme bashkëpunimi për të parandaluar krimet kufitare të kalimeve të palishme. Duke qenë se në vend kthehen mijëra emigrantë shqiptar për të kaluar festat e fundvitit, edhe policia rrugore do të shtojë monitorimin e qarkullimit duke përdorur mjete inteligjente, shpejtësi si matës, dron, alkol testues, si dhe shtimin e patrullave të lëvizshme. Fokus të veçantë do të ketë për mbarvajtjen e Krishtlindjes dhe Vitit të Ri, ku policia ka atakuar drejtues të pushtetit vendor dhe institucioneve fetare për të siguruar ceremonit. Sa i përket fishekzjarreve, policia thotë se do të rrisë monitorimin për të mos lejuar shitjen e pakontrolluar të tyre, në mënyrë që të shmangen incidentet. Prani të shtuar të uniformave blu në 12 qarqe do të ketë në sheshet kryesore dhe në vende ku do të ketë grumbullime njerëzish për të festuar, shërbimet e forcës kombëtare të sigurisë, Drejtoria e Forcës së Posaçme Operacionale dhe Reparti Special Renea do të jenë në gatishmëri për të ndërhyrë në çdo moment në rend.
Pankarta të vendosura në xhamat e autobusëve dhe pezullimi i aktivitetit pa një afat. Kështu nisi protesta e shoferëve të autobusëve të transportit interurban në qytetin e Vlorës, që në orët e para të mëngjesit autobusët e linjave kryesor nuk dolën në qarkullim. Duke qenë që Vlora është një qytet turistik dhe mbahet si mbretëresha e turizmit në gjithë Shqipërinë, është pa një terminal ku qytetarët të dinë se ku do të drejtohen prodhim. Plus kësaj është edhe konkurenca e pandeshme që luluzon çdo ditë. Konkurencë e pandeshme, furgona, vetura, me targat bardha, me targat verdha, si të jenë. Ju sot do të punoni? Jo. Ju sot nuk do të punoni, apo jo? Sot jo. Shoferët e autobusëve që operojnë drejt Tiranës, Beratit, Elbasanit, Sarandës apo qyteteve të tjera kanë vendosur të pezullojnë transportin deri në momentin kur institucionet lokale të reagojnë dhe të japin zgjidhje konkrete. Ne kërkojmë kur të plotësohen në kërkesat tona. Kërkesat tona janë shumë të thjeshta. Tu ku punojmë neve 50 metrë më tej rrin të palishmit. Ne kërkojmë zgjidhje. Ne kërkojmë bashkëpuninë në bashkia të shërbejmë njerëzve në mënyrë normale. Kërkojmë një terminal që të ketë mundësi të vi qytetari me urban. Ne presim një përgjigje nga bashkia. Na çojmë një vend të ketë terminal sakt. Ndër kërkesat kryesore të drejtuesve të autobusëve është largimi i taksive dhe furgonëve të palicencuar, të cilët sipas tyre ushtrojnë aktivitet paligjshëm. Ata akuzojnë policinë për mungesë kontrolli dhe mos ndëshkim të shkelësve. Shoferët paralajmërojnë se protesta do vijojë dhe aktiviteti do mbetet e pezulluar pa afat nëse nuk ka reagim nga pushteti lokal. Biznesmeni Samir Mane është renditur nga revista Forbes në listën e miliarderëve. Pasuria e tij totale rezulton $1.5 miliard, ndërsa vetëm gjatë vitit 2025 është shtuar me $100 milion. Listën e më të pasurve të botës vijon ta kryesojë Elon Musk me $342 miliard pasuri, i ndjekur nga Mark Zuckerberg me $216 miliard. Biznesmeni i njohur shqiptar Samir Mane është renditur në listën e miliarderëve të Forbes për vitin 2025. Pasuria e tij rezulton sipas revistës Forbes rreth $1 miliard e 500 milion amerikan dhe vetëm gjatë këtij viti e ka shtuar pasurinë me $100 milion. Sipërmarrësi drejton një sër kompanish në Shqipëri dhe vende të tjera të Europës, zotëron qendra tregtare dhe dyqane me pakicë të pajisjeve elektronike dhe të lodrave në Ballkanin Perëndimor si dhe një bank. Samir Mane është shqiptari i vetëm që është përfshirë në renditjen globale të pasurve në botë në listën e Forbes. Sipas revistës prestigjioze, sipërmarrësi shqiptar emigroi në Austri në vitin 1991 si refugjat nga regjimi komunist, duke nisur kështu aktivitetin e tij me tregtimin e pajisjeve shtëpiake drejt Shqipërisë në vitin 1993. Stafetën e njeriut më të pasur në botë vijon që ta mbajë Elon Musk, i cili është bashkëthemeluesi 7 kompanive, duke përfshirë prodhuesin e makinave elektrike Tesla, prodhuesin e raketave SpaceX dhe startupin e inteligjencës artificiale. Ai zotëron një pasuri prej $342 miliard. Në vend të dytë renditet Mark Zuckerberg me një pasuri prej $216 miliard, ndjekur nga Jeff Bezos me $215 milion. Lista e këtij viti përbëhet nga 3028 miliarder me një pasuri totale prej $16.1 trilion dhe ka pasur një rritje me 247 individ krahasuar me vitin e kaluar. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë një rekord prej 902 miliarderësh, të ndjekur nga Kina me 516, përfshirë edhe Hong Kongun, si dhe India me 205 miliarder. Jemi rikthyer në studio, po ndiqni News Hour. Shqipëria kërkon respektimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut, ashtu sikurse garanton të drejtat e pakicave maqedonase në vendin tonë. Gjatë një vizite në Shkup, ministri Aspiro Pali foli për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit, ndërsa të dy vendet tona janë në rrugën e integrimit në Bashkimin Evropian. Ndërsa ministri i jashtëm Maqedonës nuk i përmendi gjatë fjalës së tij shqiptarët në Maqedoninë e Veriut.
Ministria për Evropën dhe Punët e Jashtme Elisa Spiropali nisi të hënën vizitën dyditore në Maqedoninë e Veriut, ku prit nga Ministri për Punë dhe Tregti të Jashtme, Timko Muchovski, ndërsa nënvizoi perspektivën evropiane të dy shteteve. Spiropali tha se Shqipëria mirëpret dhe inkurajon zbatimin e marrëveshjes së Ohrit për respektimin e të drejtave të shqiptarëve në Maqedoninë e Veriut. Shqipëria e mbështet integrimin evropian Maqedonisë Veriut jo thjesht si një fshinj me cilin ndajmë një të ardhmet përbashkët, por edhe sepse këtu jeton një komunitet shtetformues shqiptar që arrin deri në 30% popullsisë së përgjithshme sipas censusit fundit. Ta marrëveshja e Ohrit është standard, është barazi reale në drejta, përfaqësim dhe dinjitet, kështu që unë dua t'ju falenderoj edhe për diskutimin e hapur dhe për udhëheqësinë tuaj dhe garantimin e plot që marrëdhënia mes dy vendeve tona qëndron edhe mbi këto shtylla të forta të respektimit të minoritetit shtetformues në Maqedoninë e Veriut dhe minoritetit maqedonës në Shqipëri. Ndërsa ministri Muchovski shprehu falënderime për respektimin e të drejtave të pakicave maqedonase në Shqipëri, por pa përmendur shqiptarët në Maqedoninë e Veriut. Dialogu politik mes dy vendeve tona po zhvillohet në nivel të lartë dhe produktiv. Jemi të lumtur që në vitin 2026 të hapim një konsullat në Korçë. Dua të shpreh falënderim për bashkëpunimin bilateral që ka të bëjë me mbrojtjen e pakicave maqedonase në Shqipëri. Dy homologët u ndalën dhe tek projekti strategjik I korridorit të 8. Forumi që do të mbahet në Tiranë në shkurt të 2026 do të jetë një pikë kthese për të institucionalizuar bashkëpunimin pesëpalësh, Itali, Shqipëri, Maqedoni e Veriut, Bullgari, Rumani dhe për të miratuar një kornisë të përbashkët strategjike me rezultate konkrete. Gjatë qëndrimit në Shkup, Spiropali u takua dhe me kryeministrin Kristian Miskovski, ku në fokus të bisedimeve ishin përgatitjet për mbledhjen e ardhshme ndërqeveritare mes dy shteteve. Shtyhet sërish gjyqi për ish presidentin Ilir Meta, arsyet pse do të na I shpjegojë më njëherë kolegja Bleona Prengzaj. Bleona, pse kemi sërish një shtyrje të gjyqit për ish presidentin Meta? Një tjetër seancë paraprake shtyhet për dosjen ku implikuar është ish presidenti Ilir Meta, por edhe ish bashkëshortja e tij Monika Kryemadhi. Në këtë seancë në fakt shkak është bërë ndërrimi I një prej avokatëve mbrojtjes të pandehurës Ema Çoku, ndërkohë nga ana tjetër seanca e radhës do të zhvillohet në orën 14:30 më 12 janar, ndërkohë edhe kjo seancë pavarësisht që është shtyrë ka patur disa debate lidhur me atë çka ish presidenti Meta pretendon. Ky I fundit ka thënë ka patur një debat me prokurorin e çështjes, pasi sipas tij provat në aktet e dorëzuara të Metës nuk janë prova të provuara fizikisht nga prokuria e posaçme antikorrupsion. Kujtojmë që në seancën e kaluar pas kërkesës së bërë nga zoti Meta, ku ishte veti pranishëm në fakt si njësoj si në këtë seancë, ky I fundit kërkoi t'i dorëzohen dy fashikuj lidhur me atë çka mendon se është I implikuar zoti Meta në dosjen e prokurisë së posaçme, ndërkohë ditën e sotme Meta I ka thënë prokurorit të çështjes që provat në aktet e dorëzuara ndaj tij nuk janë të vërtetuara fizikisht. Nga ana tjetër, në seancë ishte e pranishme edhe Monika Kryemadhi, por edhe Ema Çoku. Ndërrimi I avokatit kësaj të fundit është bërë edhe shkak për shtyrjen e seancës. Kujtojmë që lidhur me këtë çështje, prokuria e posaçme antikorrupsion mbylli hetimet me 28 korrik, duke dërguar në seancë paraprake ish presidentin Ilir Meta, Monika Kryemadhin, por edhe persona të tjerë të përfshirë në këtë dosje. Shtyhet edhe një herë gjyqi për ish presidentin Ilir Meta. Ishim me kolegen Bleona Prengzaj. Me mbritur kështu në fund të News Hour, ju rikujtoj si gjithmonë adresën tonë zyrtare të webit abcnews.al, ku mund të klikoni dhe të njeni me lajmet më të fundit, po dhe të në ndishni përmes valve të radios në 105 FM. Jo në qëndroni me ne, vetëm pas pak vjen kolegja Jeta Kasemi me faqja 4. Faleminderit për